Hapi parë është të nxjerrim këtë skeletin e karrocës. Kemi dhe 100 rraqe këtu. No, si është të dalësh me fëmijë? Më përpara nuk merri as çantën jam. O zot, por asgjë nuk më dalë. Të mbytem në trishtimin e postpartumit. Si hape kjo më se ma shpjegoj Mauricio 1 milion herë. Tani me kot. Okej, këto, na duhet ndonjë gjë nga këto? Qeskët? Jo. A të marrë të mbeturina të taftën? Apo varja? Edhe mi ditë tjetër. Qës! Përfundimisht jam shumë e trash. Shiko kam parku ngusht këtej, ndërkohë që duhet marrë kotet. Prit dal andej. Duket se pas ka protesta. Okej, miq. Marrim kotin e parë. Dhe ngarkojmë. Edhe ju që keni një fëmijë, gudoni ankoni. Të shkretat ju. Se qa heshim ne me dy? Çanta ime. Hajde. Baby numër 1. Ku është vajza ime? Ku është vajza ime? Ku është shpirti mame? E tani, baby numër 2. E pami. Ti palosë edhe këto? Mama! Zbesoj se është ftohtë, apo jo? Ja. 8 gradë. Jam mirë në këtë vlog, pas më ka kap dallga mirë. Rrituni mami, rrituni që të bëjmë video. Kemi ardhur për dyqane edhe shkojmë në një dyqan kostumesh, nuk e gjeta dot. Kërkoj një kostum ose si Grinchi femër ose si Santa femër, se dua të filmoj ka një super ide për Skycope-in, bashkëpunimin që kam, besoj e keni parë te Instagrami im. Edhe po e kërkoj veshjen e Santës se këtu në Esen e kisha parë një dyqan, shkuam atje, po ne shkuam në 7-3 minuta dhe na e mbyllin e tha 9. Ama i thash se këtë me Grinchin do marrim 9. Qa të bëjmë tani? Hajde ta kërkojmë edhe inshallah e gjejmë sot. Sot e njëta sot do shkryt videa me një ditë. Na duhen edhe topa në shtëpi. 26 copë që kanë kafë. Ti kërë topa? Nise? Shifa s'kanë bjerë. Fjongot e pemës tek Rusta e ka emrin këtë dyqani. Edhe ma ka zbuduar shoqja ime. Se unë nuk e dja asë që eksistante. Kalem të të veshjet, vitëm babagjysh pas ka. Si babagjysh të përëm të atë veshja gotës. Kjo pas ka dhe mjekran. Ke dhe mask. Edhe mask? Po, mos më shikoj njerëzit që jam unë Arapat. O zot Sabdalli që të tilla kemi bukur, kemi qenë në Oman me Eve. Ta provojmë edhe një herë në Gjermani se kam përshtypjen që ajo video do dalë shumë bukur. Edhe di çfarë do bëj, ta vesh me çizme? Ka dhe barka ajo brenda. Ka dhe bark? Po. Kush ta? Ja, është tek aty te babagjyshi, ja ke edhe këtu poshtë. Ka 8 copë thot. Ta marrim këto? Ka 8 gjëra, ta hapim një herë. Ose kjo 20 euro. Po çfarë, kush është ndryshimi kësaj? Me këtë. Do ketë më shumë gjëra brenda mase. 8 copë thot, tu kurse tu se jetë, ka detaje shka. Ta marrim u thot në. Kurse kjo 15 euro. Kaç mı? Ja, bitte. Pasi u zume gjysmën e shqicave, se nuk na lanë të futeshim 3 minutin e fundit, për të gjetur festin e babagjyshit, jemi këtu duke ngrënë një panine me peshk. Sugjerim, unë se ka provuar asnjëherë, po më tha është influenca e shoqes time. Po se do të pëlqej shumë. Ja sa kam ngrënë deri tani, po mirë duket. Unë do isha me salchicha. Cheers. Intro s'ka, është full me njerëz dhe shë pa mundur. Intro, iku dhe për këtë video. Ja, po t'ishin gocat e mdaja dhe i kisha blerë shumë. Për ty? Për mua. Danke, Do t'ja që danke. Mauricio se është sëmur në shtëpi edhe ta shërojmë me një puthje. Mua? Do ta mbyllim vlogun se do ikim në shtëpi. Faleminderit që na keni parë në këtë vlog mas që nuk e di çfarë numri ka edhe ne jemi ecur me vlogmasin e radhës. Bye! Hajde!
Po e hap këtë vlog mas në spital. Shikoni, vetëm shikoni, nuk kam qa flas. Jemi në spital sepse njërë nga binjaket e kemi me temperaturë. Kemi 2 ditë faktikisht edhe unë nuk kam filmuar se nuk di qa të them në këto raste. Por për momentin ri. Ka ardhur Vjera. Harova, më të kryetësore. Harova t'ju them që ka ardhur Vjera. Ardhë, si tu e dajo rito forca vullnetare, qëra, po punë. Ta ndihma shpejt. Tha mban, jemi smur, kemi nevojë për ndihmë. Erdha, tha bëra biletën, edhe ja ku është nisur sot në 6 të mëngjesit. Dhe mori Mauricio kur vriti në aeroport në 8. Papa. Edhe ka ardhur këtu sot, po sot më duket se do dalim. Ne erdhëm kot, kishim gocën pa qef. Do më thënë uri temperatura dhe unë kisha frikë, po përveç se kisha frikë, thash, unë nuk kam ditur asnjëherë çfarë të bëj me një fëmijë me temperaturë. Kështu që jepi burri bëj zhurmë. O jetë mos e hap, se shftof. Dhe na ftofin gjithë familjarisht. Qatë plase. Qesën e olli qesën. Edhe po thoja, unë nuk e njerëz më falni, po jam super e lodhur dhe e zauruar. Po thoja që gocës ju rrit temperatura para 2 netësh, kur unë postova vlogmasin që ishim jashtë, edhe kisha lënë Mauricio smur në shtëpi. Nuk e dija, sa po u kthyem jam ata temperaturën, edhe pash ishte goxha e lartë. Më saktë jam ata temperaturën sepse e ndjeva në faqe kur e putha që ishte ngrohtë. Dhe doli me temperaturë, thash, unë nuk e dija si vendosen supostot edhe këto gjëra, do thoni nuk ka ndonjë shkencë, okej, por unë doja ta shikoja një herë te mjeku, pastaj ta bëja vetë edhe të ma jepte recetën mjeku, ishte ditë e shtunë në darkë, kështu që nuk kisha ku të shkoja tjetër përveç se në urgjencë. Kur erdha këtu, më thanë mjekët duhet ta shtrojmë sepse është nën 3 muaj, e ka temperaturën pak të lartë, por ne nuk ju lejojmë dot të ikni. Po të ishte mbi 3 muaj, atëherë po mund të ikni. Edhe u shtruam të shtunën në darkë, ndejtëm edhe djel që ishte ditë e djel, edhe sot ditë e hënë, kanë ardhur gjithë mjekët, po bëjnë kontrollet kur shqyr temperatura i ka rënë. Vetëm një herë i kemi dhënë ilaç, herët e tjera na thanë jo, dhe këtu në Gjermani, post të shkojë temperatura 39, nuk të japin ilaç. Sepse koncepti është shumë i saktë, e kam googulluar, e kam lexuar se doja të qetësohesha. Ideja është që ti fëmijës ti ndërtosh antitrupa. Dhe nëse i jep ilaç, ja bën trupit thjesht, e kalon problemin shëndetësor që ka, por nuk e forcon me antitrupa. Kjo ishte logjika, me pak fjalë që më thanë edhe doktorët. Dhe po, Niki po ja del se janë gjiti babi e smuri babi. Edhe që ta dini, unë erdha komplet e pa përgatitur, nuk mora as rroba as gjë, por gjëra për fëmijët që kisha marrë se lë gjithmonë çantën e bebeve gati. Kur e marr me karotë, sidomos apo kur bëj pak dalje shumë orë, edhe që do më duan gjëra. Nga kjo anë jam okej, por vetë dje në darkë shkova në shtëpi. Domedat origjinale kemi nisur. Edhe erdha prapë. Qa fature do? Mora edhe Lorën. Kopjoni postës, kush është për dokumenta? Kuponi postës që i ke nisur. E ka nisur Rico me autobus. Ndërkohë ka ardhur edhe dreka, t'ju tregoj pak sa pa lidhje ishte dreka. Gjaka bukur kështu në video, por nuk është e shishme. Oriz me sajc të kuqe domatesh, edhe këto si mish i çuditshëm që nuk shtyeshin fare. 2 ditë e njëjta gjë. Dhe këtu nuk e di, gjëra të ëmbla që unë kur e shikoj edhe nuk e ha dot. Majonezën e kemi marrë vetë. Kaq, kjo është dreka, paska edhe një biskot. Sheqer. Është hera e 3 që e masim temperaturën për sot, edhe shqyr nuk kemi më temperaturë që në mëngjes, po ndërkohë kemi, po që në mëngjes që presim mjekun, edhe duhet të dalim. Supozohet në japi një letër, edhe tikim në shtëpi më në fund. Sot që erdhi nëna, kthehemi edhe ne në shtëpi. Po, edhe këtu kemi Loren që po flet gjumë, ja kam bërë gati rrobat. Edhe çantën time, vetëm të ikim. Edhe kjo është fytyra ime. 3 ditë në spital, e 2 net. Më në fund e morëm letrën, edhe do ikim shtëpi. Shqyr të zhdukem edhe mos të vi më këtu. Super eksperiencë e kishim në këtë spital. Spitali ku kam lindur, kam edhe çik bukë, se më kam marrë uria. Kam marrë uria nga njëri, kam që ditën pa bukë. Është harove. Spitali ku kam lindur, që nuk kam lindur në qytetin ku jetoj, yll 10, këtu të merr, nuk e di. Thon, edhe qumshin e vajzës së dytë, se njëra është smur, tjetra nuk është smur për këta paciente, ma kanë llogaritur ndërkohë që unë pompoj edhe ushqej vetë.
Po gjithsesi ikim se për mua tani ka rëndësi vetëm që Niki është mirë dhe mundemi të kthehemi në shtëpi. Këto do hash. Sot ndërsa dhe ka i na thanë, ke nevojë për me vete. Po, a do të merrni bebelina, napa, veshje, çka keni nevojë ti merrni me vete. Keni pak të mizën time të vogël, Loren, që e ka vdekje të rri nëse Xhalino se rri kështu me duar të mbledhura edhe nuk e ka qef fare. Edhe gjithmonë më duhet ta vë kur po flë, edhe është e qetë se ndryshe qan edhe nuk ka shans ta pushoj njëri pa e ngritur nga këtu. Ka ndet me motrën se ka qenë motra smur. Tu, madje edhe këtë veshjen këtu nuk ma lë që t'ja vesh se e ngushton akoma më shumë. Po ja i kam vendos 2 mëtanie edhe lodrën këtu. Ndërsa një kushën e kemi këtu, por i me nënën, për shikon natyrën, edhe është gati se shqyqyn nuk ka më temperaturë. Njerëz, ju që i keni familjarët afër, vlerësojni sa më shumë të jetë e mundur se janë shpëtim. Nuk e keni iden si jemi ndjerë në vetëm, edhe si ndjemi ne tani që ka ardhë bana këtu. E shpiti që... Mos u ktheni këtej, se s'na lë babi ta tregojmë Nikin. Po do e shikoni çik më vonë, edhe nëna s'na lëm duket. Jo, as nëna. Nëna del për vete? O, nëna, është desë. Thuaj edhe njerë të Jo, nuk e them, jo. Ma ka zën vjerra tani që kam vajzat, s'kam më vend të parë. Jo, Nuk jo. zihemi tani e ka vet. Jo, jo. E di ku do ulet. Ma i gocët aty. Ma ka fund të shtëpia jon. Të shtëpia jon edhe ka marrë edhe gjithë rraqet që kishin në makinë. Por nëna shikoni se çfarë na ka sjell nëna jon panetone. Nuk e di pse s'kam gjetur, është tipur po nuk ka gjë, ham dhe të si jemi bërë si njerëz të gjetur në spital, tani do marrë kohë të vishem, të rregullojmë edhe të kthehem në identitetin tim. Kujdeseni për shëndetin tuaj edhe të fëmijëve tuaj, sidomos. Po Lore që kemi lënë atje. Ku është ora? Ja, O nëna, ku e lë vajzën? E la babi, ka lënë babi këtu. Keqin nëna. e la baba vetë. Keqin Po nëna. kakë, shikoj ti e kemi bërë shtëpi, si e lë dhe si e gjetë. Si e kemi bërë shtëpi? Sa u futa thash bismillah o zoti ma thash e gëzuar, e bërë shumë bukur shtëpi. Dhe pema yll, O, të pëlqen pema? shumë. Po se kemi mbaruar E akoma. thjeshtë e bukur. Tani unë do ta mbyll këtu, jam shumë e lumtur që më në fund do kthehem në Shqipëri. Shqipëri. Në shtëpi, o zot, wow, ka keq jam duket. Nuk e di domethënë. Ika të marr veten. Ju dua shifemi te vlogu radhës me energji të reja.